Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Akrepit. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është 7 të shkopive. Është letër qëndresës, mbrojtjes, së qëndrimeve të juaja dhe luftës për atë që beson, edhe kur ndihesh i vetëm përballë presionit të dashur Akrepër. Në mes të shtyllave dhe hijeve të fuqishme, siç pasqyron kjo letër këtu, si një shpirt që përballet me gjykimin ose sfidën e vetvetes. Por drita e mbrëmshme është aty e fortë dhe pastër. Jeni të thirrur të qëndrosh në dritën tënde edhe kur të tjerët nuk të kuptojnë apo nuk të mbështesin. Mos harroni, forca është brenda nesh dhe nuk jemi të varur nga asnjë. Mos u tërhiq nga rruga jote vetëm sepse të sfidojnë apo nuk ke përkrahje, të dashur Akrepër. Ndoshta ndihesh i sfiduar nga jashtë ose nga brenda, por je më e fortë apo më i fortë se sa mendon. Mbro veten, por jo me agresion, me qetësi, dinitet dhe besim në vlerat e tua, të dashur Akrep. Kjo është një letër rezistence.